Mëngjes gjithëve, gëzohem që ju shikoj, gëzohem që keni ardhur dhe ju mbledhur së bashku si populli i Perëndis për të adhuruar atë dhe për të dëgjuar fjalën e tij. Ju ftoj që të hapim Biblën ndërkohë te Romakëve kapitulli 7. Ne si njerëz shpesh flasim për njeriu e sinqert, flasim për njeriu e ndershëm dhe flasim për njeriu e drejtë sipas mënyrës ose sipas konceptit ton njerëzor, apo jo? Por pyetja është cili është më të vërtet njeriu i sinqert, njeriu i drejtë, njeriu i ndershëm sipas fjalës Perëndis. Gjithmonë bani mend një parim kryesor që Bibla mendon gjithmonë të kundërtën e asaj çfarë ne mendojmë ose ne mendojmë të kundërtën e Biblës. Dhe sipas Biblës, njeriu me të vërtet i sinqert, i ndershëm dhe i drejtë është njeriu që thot të vërtetën për veten e tij. Kush, pyetja shtrohet përsëri, kush ne mendojmë se janë njerëzit më të lumtur, ose kush janë me të vërtet njerëzit e lumtur, me të vërtet njerëzit e bekuar? Përsëri është e kundërta asaj çfarë ne mendojmë. Më lejoni të shikojmë disa vargje së bashku para se të shkojmë te Romakëve. Le të shikojmë këtë vargje së bashku dhe të shikojmë të kundërtën e asaj çfarë thot fjala e Perëndis në lidhje me se çfarë është një njeri me vërtet i lumtur dhe i bekuar. Shikoni çfarë thot Zoti ynë Jezu Krisht tek Mateu kapitulli 5 vargje 3 deri në 4. Të bekuar thot janë të e qiejve. Ata që vajtojnë sepse ata do të ngushëllohen. Vinëre sipas të lumtur janë ata që e dallojnë varfërinë e tyre shpirtërore, nuk e ka fjalën për varfëri fizike me qëra fjala, dhe dallojnë nevojën e tyre që kanë për Perëndin. Të lumtur janë ata që e dinë që nuk kanë asnjë merit në veten e tyre dhe mbështeten tek Jezu Krishti. Pra të lumtura janë ata që e njohin gjendjen e tyre të vërtetë dhe vajtojnë madje për këtë gjendje. Por shikoni gjithashtu fjalët e urta kapitulli 28 vargu 13 çfarë thotë. Kush i fshesh shkeljet e tij nuk do të ketë mbarësi, por ai që praktis ato ka për të fituar mëshirën. Vini re në këtë moment. Solomoni imagjinon dy lloj njerëzish që në fakt kanë të njëjtin drejtim. Dhe çfarë janë duke bërë? Ata janë duke bërë të njëjtin mëkat ose të njëjtat mëkate. Por njëri prej tyre nuk ka mbarësi, njëri prej tyre nuk gjen mëshirë dhe njëri prej tyre nuk e përjeton lirinë e të çliruarit nga mëkati, dhe nga ana tjetër, megjithatë personi tjetër gjithashtu mëkaton, gjithashtu ka kryer mëkate, por vjen re që thotë që ai e përjeton dëmshurinë e Perëndis, përjeton mëshirën e tij dhe hirin e tij dhe madje çlirimin nga mëkati dhe braktisjen e mëkatit. Pra vinëre, çfarë shikojmë? Dy rezultate krejt të ndryshme, megjithëse dy njerëz të njëjtë, duke kryer të njëjtat gjëra, por nga njëra anë njëri fiton mëshirën, një Perëndin dhe hirin tjetër jo. A e dini se cili është çelësi kryesor? Cila është arsyeja kryesore? Nuk është mëkati. Të dy kanë mëkatuar. Nuk është çështja të mos mëkatojmë. Çështja është çfarë bëjmë kur mëkatojmë. Edhe vargu thot, çelësi është rrëfimi. Siç tha një autor, rrëfimi është si ajo mentesha e derës që sjell këto rezultate. Pra vetëm rrëfimi i mëkatit sjell këto rezultate. Gjithashtu, ne lexuam pak më herët tek e para Gjonit kapitulli 1 vargje 8 deri në 10. Shikoni edhe një herë këtë vargje. Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten. Dhe e vërteta thot nuk është në ne, ungjilli nuk është në ne me fjalë tjera. Po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. Po të themi se s'kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e tij nuk është në ne. Gjoni po flet, po u drejtohet në fakt njerëzve mëkatarë si puna jona, apo jo? Si puna ime. Por ai thot kështu: nëse unë i rrëfej mëkatet e mia, Perëndis, edhe atyre që unë kam mëkatuar, ai do të më falë mëkatet mua dhe do të më pastrojë nga çdo padrejtësi. Pra ideja është kjo, që ne si njerëz të Zotit, pra me fjalë tjera, kur shkelim urdhërimet e tij, kur nuk bëjmë vullnetin e tij, ne mund ta përjetojmë faljen e tij
mund të përjetojmë madje pastrimin nga mëkati, edhe mund të përjetojmë faktikisht çfarë realisht, bashkësinë me Perëndin. Dhe cili është në fakt qëllimi i pastrimit? Qëllimi i pastrimit është që ne të përjetojmë gëzimin e shpëtimit, gëzimin e njohjes dhe bashkësisë me Perëndin dhe me njëri tjetrin. Po të shikoni fillim fare që lexuam nga vargu 4, thotë, "I shkrova këtë gjëra që gëzimi juaj të jetë i plot." Pra, nëse jemi nga ana tjetër në një mëkat të parrëfyer apo në mëkate të parrëfyer, të papenduar, ne nuk mund ta përjetojmë faljen e Perëndisë, ne nuk mund të përjetojmë bashkësinë me Perëndin, ne nuk mund të kemi harmoni me njëri tjetrin, qoftë edhe në familje, qoftë edhe në çfarëdo lloj marrëdhënie. Në këtë mënyrë, pra në mënyrë që ta shijojmë bashkësinë me Perëndin, në mënyrë që të kemi bashkësi më të thellë me të, Gjoni na thotë që ne duhet ta rrafejmë mëkatin, ta pranojmë mëkatin dhe ta pohojmë atë përpara Perëndisë dhe ai do të na pastrojë dhe do të na shijojmë bashkësinë me Perëndin. Të njëjtën gjë, në fakt nuk e keni në ekran, po të njëjtën gjë thotë edhe Jakobi 5:16, thotë rrafejani fajet njëri tjetrit, këtu shkon një çik më tutje, dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Pra edhe një herë, çështja qëndron këtu vëllezër e motra. Ne si krishterë do të vazhdojmë të rritemi. Do të vazhdojmë të përjetojmë bekimin e Perëndisë. Do të vazhdojmë të kemi pikërisht këtë bashkësi të bekuar me Perëndin, e dini kur? Kur vërtet fillojmë të praktikojmë çdo ditë që të rrëfejmë mëkatin tonë përpara Perëndisë dhe ndaj të gjithë atyre që ne mëkatojmë. Të rrëfesh mëkatin çfarë do thotë? Do thotë të thuash të njëjtën gjë që thot Perëndia për mëkatin tënd. Dhe çështja është këtu që unë dhe ju, pra nuk do ta përjetojmë bashkësinë me Perëndin, gëzimin e plot të njohjes së Perëndisë. Nuk do përjetojmë çfarë është bekimi ta njohësh Perëndin, nëse ne nuk fillojmë të mësojmë, të praktikojmë, të rrëfejmë mëkatet tona çdo ditë të jetës sonë. Kjo mund të duket në fakt e dhimbshme apo jo? Askush nuk ka dëshirë në fakt të shikojë mëkatet e tij dhe nuk ka dëshirë që të merret me to. Por këtu qëndron bekimi. Pra edhe një herë. Kjo është çfarë Perëndia na thret neve në Krishtin. Ai nuk thot mos mëkatoni, megjithëse ai thot në vargun, por thot kur mëkatoni thot rrëfeni atë edhe do të përjetoni gëzimin e bashkësisë të njohjes Perëndisë. Pra nëse rrëfejmë mëkatet tona, cili do të jetë rezultati ynë? Si mendoni? Ne në mendjen tonë, në mënyrën tonë si mendojmë, është po ta fshehim është më mirë. Sa më mirë ta fshehim, aq më mirë. Në fakt Bibla thot të kundërtën. Po ta rrëfejmë mëkatin tonë, do të përjetojmë gëzimin e Perëndisë. A duam përjetojmë gëzimin e Perëndisë? Bibla thot rrëfejmë mëkatin tonë, Perëndisë dhe ndaj atyre që e kemi mëkatuar. Dhe siç thash në fillim, jemi te Romakëve kapitulli 7, vargjet 14 dhe 25, dhe dini çfarë? Këtu gjejmë në fakt rrëfimin më të madh, më të thellë, më të ndershëm, më të sinqert që vjen nga një besimtar i rritur që e njeh Zotin dhe shenjtërinë e tij dhe i cili ka një bashkësi të thellë dhe të vërtetë me Perëndin. Te Romakëve 7 kemi mësuar që mbani mend që Perëndia çfarë ka bërë? Perëndia na ka çliruar neve nga kush? Nga ligji si mjet shpëtimi. Perëndia na ka shpëtuar neve nga përpjekjet tona për të bërë njerëz të mirë dhe për të pranuar si njerëz të mirë. Dhe mbani mend që ligji as nuk mund na shpëtojë dhe as nuk mund na shenjtërojë. Dhe Romakëve 7 vargji 1 dhe 6, mbani mend çfarë kemi mësuar deri tani? Kemi mësuar që Perëndia na ka çliruar neve nga përpjekja për të mbajtur ligjin dhe na ka bashkuar me Krishtin për t'i dhënë frutë e Perëndisë dhe për t'i shërbyer Perëndisë. Pastaj, në vargjet 7 deri në 14, çfarë pam? Kemi parë rolin kryesor të ligjit. A është ligji pa vlerë, thotë apostulli Paul? Kurrë mos qoftë. Ligji është ai që na mëson për mëkatin, na bind për mëkatin, na sjell në vetë fundi vetes dhe na sjell në të besimit te Jezu Krishti dhe lavdi Perëndisë. Romakëve tani, nga ana tjetër, Romakëve kapitulli 7 vargjet 14 dhe 25, paraqet nga ana tjetër betejën e vazhdueshme të krishterit me mëkatin brenda tij, ashtu si kopshtari me kë lufton kopshtari. Kopshtari lufton me barët e këqija. Nëse mbjell diçka në kopësht, patjetër që duhet shkulësh barët e këqija, ose çfarëdo që ke mbjellur, çdo rroj gjatë. Do t'ja marrin frymën. Çfarëdo lloj gjë që ke mbjellur. Në faktën e kam parë, nuk shpresoj që ju keni parë, që ndodh kur nuk pastrohen barët e këqija. Apostulli Paul në fakt na paraqet neve këtu me betejën me mëkatin.
nga një këndvështrim në fakt i caktuar. Duket sikur ai është një krishter i mundur, por në fakt nuk është e vërtetë. Ai po thotë kështu, nëse në veten time, në veten tonë, ne si krishter, do të përpiqeshim me forcat tona, ti bindeshim Perëndis, ti bindeshim ligjit të tij, ai thotë, a do të ishte e mundur? Apostulli Paul thotë, jo. Në veten tonë, ai po thotë, pa ecjen me frymën e shenjtë, nuk mund të jetojmë jetën e krishter në veten tonë. Përndryshe Perëndia nuk do të na jep, nëse ne mund të jetojmë pa frymën e shenjtë, Perëndia nuk do të na jepte frymën e shenjtë, apo jo? Te Romakëve 8 ne çfarë mësojmë? Ne shikojmë jetën fitimtare të krishterit me anë të frymës së shenjtë që banon përgjithmonë brenda nesh. Edhe më lejon t'ju them këtë, duhet ta theksoj përsëri këtë me forcë, siç e thash nga era e kaluar. Ne pa e kuptuar në veten tonë se si jemi, që ne në veten tonë ne nuk mund t'i bindemi Perëndis me forcat më të mira që ne mund të bëjmë, me përpjekjet edhe me çfarë do lloj që të mundemi ne në veten tonë, si të krishterë, të rindur, ne nuk mund t'i bindemi Perëndis pa frymën e shenjtë. Pa e kuptuar pra këtë gjendje tonë të mirë në veten tonë, ne nuk mund të jetojmë jetë krishterë, dhe Romakëve 8 do na duket madje pa vlerë, pa dobi. Në fakt, pa kuptuar Romakëve 7, e tërë jeta e krishterë duket pa vlerë, pa kuptim. Romakëve 7, 14 dhe 25 na ndihmon të kuptojmë sa të dobët që ne jemi dhe nevojën që ne kemi në fakt për Jezu Krishtin dhe hirin e tij. Pra që çdo ditë të shkojmë te Krishti dhe them, o Krisht, unë nuk mund ta bëj pa ty. Dua hirin tënd. Tani, çështja gjithmonë diku ku qëndron? Çështja qëndron këtu. Si mendojmë ne? Si mendojmë ne? Mendoni si mendoni ju? Dikush më thot, po, si mendoj unë? Ne mendojmë që jemi më të fortë se çfarë në realitet jemi. Ne mendojmë se jemi më të zgjuar, më të ditur, më të mençur se çfarë është në të vërtetë. Apo jo? Romakëve tani 7, 14 dhe 25 na ndihmon neve të kuptojmë në fakt sa të dobët që ne jemi pa Krishtin. Në fakt kuptojmë atë çfarë thot vetë Jezusi te Gjoni 15:5. Çfarë thot Gjoni? Pa mua, thot, nuk mund të bëni asgjë. Në fakt, Romakëve 7 është një ekspozim i Gjoni 15:5. Si mendoni? Ideja është këtu, kur do herë që ne përpiqemi të bëjmë diçka, ne matim veten tonë, forcën tonë, inteligjencën tonë, zgjuarsinë tonë dhe mençurinë tonë. Përpiquni të ngrini diçka. Edhe më njëherë çfarë kuptoni? Kuptoni sa i fortë që jeni. Apo jo, e ngreni dot apo s'e ngreni dot? Sa po përpiqemi të jetojmë jetën e krishterë, në veten tonë ne kuptojmë se sa të dobët, sa e pamundur është. Në fakt Romakëve 7, 14 dhe 25 gjejmë apostullin Paul. Edhe ai thot, ja ku është ligji dhe ja ku jam unë, thot. Unë përpiqem, thot, me tërë përpjekjen time për ta mbajtur ligjin e Perëndis, thot, ta dua Perëndin me zemrën time dhe të dua të afërm tim si vetveten, por thot, shikoj, thot, një gjë brenda meje, thot, që lufton kundra meje, thot. Dhe kjo betejë që ai na paraqet është betejë që është betejë të çdo krishter i vërtet që ka rilindur nga Perëndia. Tashmë unë kam prezantuar temën dhe katër të vërtetat kryesore që ne, edhe nuk do të marr kohë që t'u ripërsëris. Pra, e kemi theksuar në veten tonë, ne nuk mund të bindemi Krishtit, kemi 4 pika kryesore, unë shpresoj që keni marrë në fletat tuaja dhe do hym direkt tek pika e parë. Pra, pika e parë cila është? E shkojmë te pika e parë më një herë. Ne si krishterë në veten tonë nuk mund t'i bindemi Perëndis, sepse është një pjesë e jona mëkatare që mbetet brenda nesh dhe vazhdon të kundërshtojë Perëndin. Shikoni, ju lutem, mbani buletinin, njëkohësisht mbani dhe fletën që keni marrë pasazhin dhe njëkohësisht pikat kryesore dhe ju lutem mbani një celular të prinjë të më ndiqni. Sepse është e rëndësishme të kuptojmë sa më mirë këtë pasazh. Por ndërkohë që ne fokusohemi tek vargjet tona, domethënë që kemi përpara vargjet 14 dhe 17, përpara se ne të shikojmë detajet e këtij pasazhi, ta shohim pak një pamje të përgjithshme.
A doni një pamje të përgjithshme të vargjeve 14 deri në 25. Më ndiqni pak. Mbani mend që fokusi kryesor edhe në vargjet 14 deri 25 vazhdon të mbetet dobia e ligjit të Perëndis dhe rolin e ligjit të Perëndis në jetën e krishterë. Edhe ai është përgjigjur në fakt një akuzë në vargun 7, a është ligji mëkat? Dhe në vargun 13, a është përgjigjur akuzës tjetër, a solli ligji vdekjen? Ai ka dhënë në fakt përgjigje edhe në vargun i ka dhënë në vargjet 7 deri në 12 akuzës së parë dhe akuzës së dytë në vargun 13, por ai nuk mjaftohet me kaq. Ai do vazhdon të jap përgjigje pyetjeve duke na sqaruar neve që çfarë vlere ka ligji në vazhdim. Ai do na tregojë edhe një herë që ligji nuk ka forcë të na ndryshojë, ligji nuk ka forcë të na shenjtërojë. Për shkakun ton, jo për shkak të ligjit. Tani shikoni vargun 14. Ju lutem shikoni vargun 14 çfarë thot. Vargu 14 është thënia kryesore e këtyre vargjeve. Thënia e përgjithshme. Pra ai thot kështu, sepse ne e dim se ligji është frymëror, po un jam thot mishëror i shitur mëkatit si sklav. Vjen re që vargu 14 fillon me sepse dhe është duke na dhënë arsye të mëtejshme pse ligji nuk mund të na shenjtërojë. Dhe vargu thash 14 bën një thënie të përgjithshme të tërë pasazhit. Dhe pastaj çfarë bën? Në vargjet 15 dhe 23 jep një shpjegim të përgjithshëm dhe praktik të anës tonë, të gjendjes tonë reale nga ana praktike. Çfarë betejë ne hasim çdo ditë. Tani, le të kthehemi te vargu 15. Vargu 15 çfarë bën? Vargu 15 shpjegon pozitën, përshkruan pozitën dhe gjendjen tonë nga ana praktike në jetën e përditshme. Pastaj, vargu 16 dhe 17 nxjerr dy rrjedhime që dalin nga kjo gjendje. Pastaj në vargun 18 dhe 20 e shpjegon përsëri atë çfarë thot në vargun 14, po në një mënyrë më të thellë. Pastaj vjen në vargun 21 bën përsëri një thënie të përgjithshme dhe e zgjeron akoma më shumë në vargun 22 dhe 23, dhe pastaj në vargun 24 bën një thirrje. O i mirë i unë thot, si do të shpëtoj unë thot nga kjo gjendje? Dhe thot lavdi Perëndis që ai do të më shpëtojë mua nga ky trup i mëkatit, i vdekjes. Dhe pra kemi thirrjen të dëshpëruesë, por edhe çlirimin e vërtet ku vjen çlirimi nga mëkati. Pastaj në fund të vargut 25 gjejmë një thënie të fundit përmbledhëse të tërë këtyre vargjeve, pra të betejës tonë shpirtërore. Dhe ai thot në fund fare, si konkluzion, vjen re, unë vet thot, pra me mendjen i shërbej ligjit të Perëndis, por me mishin ligjit të mëkatit. Pra vjen re, unë vet në veten time. Pra nuk po thot që është e pamundur t'i bindemi Perëndis, por thot vet, në veten time. Pra vini re theksin. Tani, le të kthehemi te vargu 14. Çfarë do thot vargu 14? Pra është një thënie e përgjithshme, si ta kuptojmë këtë? Me lejoni pak t'ju tërheq vëmendjen në këtë pikë. Vargu thot sepse ne dim që ligji është frymëror. Çfarë do thot kjo? Nga ana praktike ne në mund të kuptojmë gjithshme përpara se të shkojmë tek ana praktike, apo jo. Dhe çfarë kuptojmë? Ne si të krishterë që kemi lindur nga Perëndia, çfarë ka bërë Perëndia në zemrat tona? Mbani mend? Perëndia ka shkruar ligjin e tij në zemrën tonë, dhe si vjedhim, çfarë themi për ligjin e Perëndis? Ne themi që ligji i Perëndis është frymëror. Që çfarë do thotë? Që do thotë që ne e dim që ligji vjen nga Perëndia. Ne e dim që ligji është i shenjtë, ne e dim që ligji është i drejtë, ne e dim që është ligji i mirë. Po ku është problemi? Problemi thot, unë nuk jam frymëror, thot apostulli Paul. Unë jam mishëror. Unë thot jam i shitur mëkatit si sklav, ose unë jam, me fjalë tjera, i mishit. Pra çfarë po thot apostulli Paul? Ai tregon atë betejën e tij, thot, nga njëra anë, thot, unë e dua ligjin e Zotit. Dhe gjej kënaqësi thot tek Perëndia. Gjej kënaqësi ti bindem Perëndis. Por nga ana tjetër thot, shikoj brenda meje thot diçka tjetër që do të bëj pikërisht të kundërtën asaj çfarë thot ligji. Dhe vini re vargu 15. Shikoni lutem vargu 15. Vargu 15 thot, unë dua thot që ti bindem ligjit të Zotit. Pastaj vargu 16 thot, unë jam një mendje me ligjin që ai është i mirë.
Në vargun 18 thot, unë kam dëshirë për të bërë të mirën. Pastaj vargun 19 thot, unë dua të mirën. Edhe në vargun 22 thot, unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndisë sipas njeriu të brendshëm. Pra vini re. Ky është i krishterë, që nga njëra anë kur ne shpëtohemi, kur ne bëhemi të krishterë, ai e shkruan ligjin e tij në zemrat tona dhe ne gjejmë kënaqësi tek Perëndia. Ta njohim Perëndin, ti bindemi atij. Por një të kohë thot, shohim diçka të kundërt brenda nesh. Shikojmë thot që shikoni çfarë thot. Shikoj në mua thot që unë bëj thot atë që unë nuk dua ta bëj. Edhe thot unë bëj thot atë që unë urrej. Dhe unë bëj thot unë nuk bëj të mirën thot, megjithëse unë dua ta bëj. Unë të bëj të keqen thot që unë nuk e dua. Unë thot vazhdon në tutje apostulli Paul, nuk mundem madje të bëj atë që është e mirë. Unë përpiqem fort thot, me gjitha përpjekjet e mia, por çfarë thot? Shoh një ligj tjetër në mua thot. Shikoj një forcë tjetër në mua thot që më tërheq, siç tërheq forca e gravitetit. Kur përpiqesh të shkosh lart, nuk shko shumë lart, do biesh poshtë, apo jo. Dhe unë thot e shikoj ligjin e shikoj thot në gjymtyrët e mia thot, një ligj tjetër thot që më tërheq fort thot dhe që më bën thot rob të mëkatit. Edhe ai thot në fund fare, unë thot në veten time me forcat e mia, i miri unë, është e pamundur, nuk mundem. Por ju më thoni, cili është problemi? Tham që ai e thot problemin në mënyrë të përgjithshme në vargun 14. E përsërit në vargun 18. E thot në një formë tjetër në vargun 21. Pse e thot kaq shpesh dhe në një formë të ndryshme? Do që vërtet na të kapim. Çfarë do që ai na të kapim? Është e pamundur ta duash Perëndin, ti bindesh Perëndis, ligjit e tij me forcat e tua. Përpiqu fort thot. Edhe vetëm çfarë do shikosh është që do biesh me turin për tokë thot. Ai thot unë gjej brenda vetes time edhe diçka tjetër, thot që do të bëj të kundërtën e ligjit të Perëndis. Unë gjej mëkatin që banon brenda meje, që thot është aq i fortë brenda meje, sa është si një ligj brenda meje, si ligji i gravitetit që më tërheq poshtë. Pra, cila është sore? Ne kuptojmë që megjithëse ne sa të reja, me dëshira të reja dhe me vullnet, mëkati mbetet akoma brenda nesh dhe lufton kundra Perëndis me forcën më të madhe në një betejë të vazhdueshme. Ne jemi të çliruar, thot Romakëve 6, nga pushteti i mëkatit. Por nuk kemi shpëtuar nga prania e mëkatit. Mëkati është brenda nesh. Ne kemi shpëtuar nga dënimi për mëkatin. Mëkati nuk mund ta dënojë më kurrë, pavarësisht nëse mëkatojmë, dhe nuk jemi më në pushtetin e tij, ai nuk mund na bëj ne na urdhëroj neve, ne mund t'i themi jo atij, thot Romakëve 6, por Romakëve 7 thot nuk kemi shpëtuar prej tij plotësisht. Ai banon brenda nesh. Pra, megjithëse jemi të shpëtuar mëkatit, do vazhdoj të na sulmojnë derisa të marrim trupin e ri. Dhe shikoni pak i lutem tek Galatasve kapitulli 5, vargjet 16 deri në 18 na e përmbledh mirë neve këtë betejë. Ju lutem shikoni pra Galatasve, ju lutem hapeni Biblat. Vëllezër e motra, ju lutem, jemi të krishterë. Kjo është shtëpia e Zotit dhe këtu duhet hapet fjala e Zotit. Edhe ju lutem sillni një Bibël me vete. Galatasve kapitulli 6, 5, më falni. Vargjet 16 deri në 18 e përmbledh mjaft mirë këtë betejë që është brenda nesh. Galatasve kapitulli 5. Shikoni çfarë na e përmbledh mjaft mirë përsëri në këto vargje apostulli Paul betejën që kemi brenda nesh. Thot kështu, por po them, ecni në frymë, pra ecni në frymën e shenjtë dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Pra vini re. Ecni në frymë dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit, sepse mishi thot ka dëshira kundra frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Pra vini re.
fryma e shenjtë banon brenda nesh dhe dëshiron që ne të bindemi Krishtit. Nga ana tjetër ne kemi mishin që ka dëshirat e tij që të mos i bindet frymës, mos i bindet ligjit Perëndis, mos i bindet Perëndis, dhe vjen edhe këto kundërvijnë njëra tjetrës sot që të mos bëni atë që doni. Pra fryma është brenda nesh që ne të mos bëjmë atë që duam, pra që të mos bëjmë mishi atë që ne duam. Pra e kuptoni, vjen re se si apostulli Paul e përmbledh mjaft mirë këtë betejë brenda nesh. Shikoni edhe një herë, ose le të kthehemi përsëri tek Romakëve 7. Dhe ti kthehemi edhe një herë thënie së përgjithshme. Le ta kuptojmë mirë këtë thënie. Por unë thot jam mishëror i shitur mëkatit, thot si skllav. Në fakt, lejon të them këtë gjë që kjo thënie në vetvete është një thënie që ka turbulluar teologët, pastorët edhe ato që shkruajnë komentare pafund, më ka turbulluar edhe mua. Edhe besoj gjithë ne. Sepse kjo duket sikur është në kontradikt me atë çfarë apostulli Paul tashmë na ka thënë te Romakëve 5 dhe 6, apo në mënyrë të veçantë kapitullin 6. Duket sikur ky njeri është skllav i mëkatit. Sigurisht nuk është njeriu që ai përshkruan te Romakëve 6. Dhe tani vjen re që është hera e dytë që apostulli Paul përdor në këtë fjalën mish. Dhe vjen re vargu 5, ku është përdorur për herë të parë. Sepse kur ishim sot në mish, çdo më thënë që ishim në mish. Do thot që referohet kohës kur ishim të pashpëtuar. Pra, shpreha në mish do thot, ishim në mish do thot që ishim të pashpëtuar, ishim nën kontrollin e plotë të mishit ose nën kontrollin e plotë të mëkatit, nën pushtetin e mëkatit. Dhe para se ne të shpëtoheshim, më shumë thot apostulli Paul përpiqeshim të bindeshim Perëndis, më shumë edhe më fort thot mëkatonim. Kjo është gjendja e njeriu të pashpëtuar. Ideja është që betejë me mishin për një njeri të pashpëtuar është një betejë gjithmonë e humbur. Perëndis dhe nuk mund të bindet ligjit të Perëndis. Për arsye të shpëtoheshim, ne ishim të vdekur, thot apostulli Paul, në faje dhe mëkate. Nuk mund të bindeshim Perëndis. Dhe as nuk dëshironim të bindemi Perëndis. Shikoni në fakt Romakëve 8:7. I lutem shikoni pak Romakëve 8:7 dhe ai thot kështu: sepse mendja e mishit, pra mendja kontrolluar nga mishi është armiqësi ndaj Perëndis, sepse nuk i nështrohet ligjit Perëndis dhe as nuk mundet. E ka fjalën për njeriu që është në mish, njeriu që nuk e njeh Perëndin. Kështu që fjala në mish do thot pra tërësisht i kontrolluar nga mëkati. Dhe kur shpëtohemi, Romakëve 6, 1-23 dhe Romakëve 7:6 na thot që ne çlirohemi nga mishi, nga kontrolli i mishit, nga pushteti i mëkatit dhe nga ligji, që në fakt na ka thënë. Por vjen re turbullimi vjen duket sikur ngjason që s'është e vërtetë kjo, a është e vërtetë? Ai thotë por un jam mishëror i shitur mëkatit si skllav. Çfarë do thotë jam mishëror? Ose në fakt, nëse do ta përktheni më saktë, ishte por un jam i mishit, i shitur thot nën mëkatin. Ai po thot kështu, un kam akoma një mish në veten time që do të bëj të kundërtën e asaj çfarë do Perëndia, ose asaj çfarë thot Perëndia. Unë zotëroj thot në veten time diçka që nuk do që të bindet Perëndis. Edhe le ta kuptojmë këtë shprehje. Së pari, unë jam mishëror, pak më herët, është e kundërt e asaj që thot në fillim të vargut 14. Ne e dim thot që ligji është çfarë? Frymëror. Por e kundërta e frymërorit kush është? Është që unë nuk jam plotësisht frymëror, thot, që do thot që është një pjesë tek unë që nuk do t'i bindet Perëndis, që nuk është e shenjtë, që nuk është e drejtë dhe që nuk është e mirë. Ai po shpjegon në fakt, ose shpjegon në vargjet 15 dhe 23, që në fakt nuk është tërësisht ai. Megjithëse ai thot, unë thot jam i shitur mëkatit, por më vonë në vargjet 15 dhe 23 që në fakt thot nuk jam unë. Tërësisht ai, por është një pjesë e imja brenda meje, thot, që kundërshton dhe vepron, thot, në kundërshtim me ligjin e Perëndis. Dhe na e tregon në mënyrë të veçantë në vargjet 15 dhe 16 dhe ai shpjegon në vargun 17, thot, por tani thot, nuk jam më që veproj, por mëkati thot që banon në mua. Pra, çfarë po thot? Që është një pjesë e imja brenda meje, në tërësinë e çfarë un jam, thot, me një njeri krijesë e re Perëndis, por nuk jam tërësisht i shpëtuar, plotësisht shpëtuar. Mëkati banon akoma brenda meje. Nuk jam plotësisht frymëror. Tani, ai vjen te vargjet 18 dhe 25 i bën një shpjegim që ne nuk jemi ne, ky njeriu i ri që ka rilindur që mëkaton, por mëkati brenda nesh
sigurisht tani ai nuk po shmang mëkatin, sikur po thojmë që, okay, nuk jam unë, po është mishi, kështu që s'ka rëndësi se çfarë bëj. Nuk po e thot këtë, apo jo? Por po na tregon se ku qëndron problemi. Pra, përpiqem të kuptojmë kuptimin e shprehjes. Ai thot, jam tërësisht i shitur nën mëkatin, unë jam thot i mishit. Dhe çfarë kuptojmë me këtë shprehje? Vargu 21 dhe 23 na shpjegon më tutje që ai thot që unë gjej një ligj tjetër brenda meje, një forcë tjetër që na bën rob të mëkatit. Dhe pastaj në vargun 25 e përmbledh mirë dhe thot, unë vet pra me mendjen, pra çfarë unë dua në mendjen time është thot ti shërbej ligjit Perëndis, por në mishin tim ligjit të mëkatit. Pra është një pjesë e imja thot që do t'i shërbej mëkatit. Pra edhe duam Perëndin, por edhe gjejmë që diçka që nuk e duam Perëndin. Pra le ta kemi të qartë, çfarë po themi? Në thelbin ton, pra ne duam të gjithë këtë, por nga ana tjetër thot, unë thot jam thot mishëror. Dhe fjala mishëror, shpreha mishëror shpjegohet me tutje nga vetë fjala që ose shprehja më teshme në vargun 14 thot i shitur mëkatit si skllav ose i shitur nën mëkatin, që do thot që ideja kryesore këtu nuk është që ai është nën pushtetin e mëkatit, që nuk mund t'i thotë mëkatit, por ai po thotë që ne do të vazhdojmë të luftojmë me mëkatin deri në fund të jetës tonë, derisa të jemi me Krishtin. Mëkati do të vazhdojë të jetë i pranishëm në ne. Është një pjesë e jona që do të luftojë kundra Perëndis, që nuk do të bindet Perëndis. Pra kjo është ideja. Pra ai nuk po thotë që un jam nën pushtetin e mëkatit, por po thotë që kam diçka brenda meje që do luftoj kundra Perëndis gjithmonë. Është një betejë e vazhdueshme dhe nëse un nuk e mund këtë me frymën e shenjtë, ai do të më mund mua. Tani, çështja është këtu. Ne dim që çfarë është e shenjtë, çfarë është e mirë, çfarë është e drejtë. Unë duhet bëj atë që është e mirë dhe urrej të keqen, të kundërtën. Megjithatë, unë mund të përpiqem me gjithë forcën time, me gjithë çka dhe prap nuk i bindem, apo jo thot apostulli Paul. Pa frymën e shenjtë. Pra, vini re të mishit, të shitur mëkatit, nën mëkat, do të thotë që nuk do të thotë që ne jemi nën kontrollin e mëkatit, por po thotë që mëkati do të jetë i pranishëm në ne, do të luftojë kundra nesh, na kundërshton dhe vepron kundra Perëndis, kundra nesh. Tamam siç është lufta në Irak. Ju e mbani mend që kur Iraku u pushtua nga forcat amerikane, forcat e Saddamit Iran, por nuk ranë plotësisht. Ata nuk ishin pushtet, por kërkonin dhe luftonin me çdo mënyrë, edhe sot e kësaj dite, që të kthehen prapë në pushtet. E njëjta gjë është edhe betejë jonë me mëkatin. Më shumë që ne përpiqemi të bindemi Perëndis, do hasim rezistencë të fortë nga mishi jonë që nuk do t'i bindet Perëndis. Në fakt kjo nuk bën ndesh me Romakëve 6. I lutem hapi pak të Romakëve 6 vargjet 11 deri në 14. Nuk bën ndesh me këtë. Pse? Pra thonja Romakëve 7:14 nuk bën ndesh me Romakëve 6:11 deri në 14. Pse? Shikoni çfarë thot në vargun 11. Kështu edhe ju thot, llogariteni të veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndinë në Krishtin Jezus Zotin ton. Pra vini re thot llogariteni. Edhe ai thot, let mos mbretëroj pra mëkatin në trupin tuaj të vdekshëm, pra mos e lini, që do thotë që nëse e lejojmë, çfarë mund të bëjë mëkati? Mund të kthehet prapë dhe të mbretërojë në ne, nëse e lëm. Por ai thot, nuk keni pse ta lini, sepse ju nuk jemi në mëkat. Pra është duke thënë të njëjtën gjë si Romakëve 7:14. Dhe pastaj mund të shikoni edhe vargjet 18-19 thotë të njëjtën gjë. U çlirua nga mëkati, u bën shërbëtor të drejtësisë, por ai thot paraqisni vargu 19, paraqisni gjymtyrët tuaja si shërbëtor të pastërtisë dhe të drejtësisë në mënyrë që të shenjtëroni. Pra është një proces i vazhdueshëm që ne ja paraqisim trupin ton Perëndis, gjymtyrët tona. Tani cila është ideja kryesore? Pra ideja kryesore është që do të kem një konflikt të vazhdueshëm brenda meje. Kjo është betejë jonë e vazhdueshme me mëkatin. Dhe ideja është çfarë do na bind apostulli Paul është që ne në veten tonë nuk kemi forcë të themi jo pa frymën e shenjtë. Dhe shikoni vargun 15 dhe 17 dhe thot nga ana praktike. Ai thot kështu: sepse unë nuk kuptoj atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej.
Edhe nëse bëj atë që nuk dua, unë pranoj që ligji është i mirë, por tani nuk jam më unë që veproj, por mëkati që banon në mua. Pra, thot nga ana praktike se çfarë ndodh. Edhe ai thot, në fakt nuk e marr vesh se çfarë ndodh, thot. Vargu 16 shpjegon në fakt rrjedhimin e parë të vargut 15 dhe shohim, thot, dhe nëse bëj atë që dua, unë pranoj që ligji është i mirë. Pra, unë e dua ligjin, unë dua të bëj atë çfarë thot ligji. Pastaj në vargun 17 na jep rrjedhimin e dytë. Por tani thot, nuk jam më unë që veproj, por kush vepron? Po mëkati thot që banon në mua. Pra çfarë zbulojmë? Çfarë zbulon apostulli Paul? Ai zbulon, thot, burimin ose arsyen pse ne nuk i bindemi dot Perëndis në veten tonë. Pra brenda nesh është dikush tjetër i pranishëm që kundërshton Perëndin. Dhe në fakt, më lejoni t'ju jap një citim nga një autor i njohur i krishterë, C.S. Lewis, që na ndihmon në fakt të kuptojmë më mirë këtë betejë. Ai thot kështu: bëni, thot, një përpjekje serioze për virtytet e krishterë. Një javë, thot, nuk mjafton. Gjërat shkojnë aq mirë për një javë. Gjithë për një javë mund të bëjmë më të mirën. Por thot, përpiqur për 6 javë. Në atë kohë, pra mbas 6 javë, për aq sa mund themi, thot, pasi nuk ja kemi dalë fare ose madje kemi rënë edhe më keq se në fillim, ne zbulojmë, thot, disa të ai thot kështu: asnjë njeri nuk e di sa i keq është derisa të jetë përpjekur të jetë i mirë. Një ide e marrë, thot, qarkullon që njerëzit e mirë nuk e dinë se çfarë është tundimi. Kjo sigurisht është një gënjeshtër e madhe. Vetëm ata që përpiqen të rezistojnë tundimit e dinë sa i fortë është tundimi. Pa përpiqur të jetosh jetën krishterë, siç thot Perëndia, do të shikosh se çfarë ke brenda vetes. Edhe ai thot kështu: mbi të gjitha ju do ta kuptoni forcën e mbi të gjitha, thot, ju do ta kuptoni forcën e ushtrisë gjermane duke luftuar dhe jo duke u dorëzuar. E zbulon, thot, forcën e erës kur shkon në drejtim të kundërt me të, jo duke u ulur ndenjur. Dhe ai thot, një njeri që i dorëzohet tundimit mbas 5 minutash, ai thjesht nuk e di se si do të ishte mbas 1 ore. Kjo është arsyeja pse njerëzit e këqij në një farë kuptime nuk e dinë sa të këqij janë. E keni parë, dhe kriminali më i madh nuk mendon se është i keq. Pse? Se pranon në asnjë mënyrë që është i keq. Al Capone dëgjova i rreth, unë s'ka asnjë mënyrë, kishte vrarë kush e dinë sa njerëz ta në asnjë mënyrë, unë nuk jam njeri i keq, nuk jam mëkatar. Pse? Sepse ai kurrë në jetën e tij nuk ishte përpjekur të bënte në një gjë të mirë dhe nuk e dinte se çfarë është e keqja brenda tij. Edhe ai thotë kështu: ne asnjëherë nuk e marrim vesh forcën e ligësisë brenda nesh derisa të përpiqemi të luftojmë. Dhe Krishti, për shkak se nuk i është dorëzuar asnjëherë tundimit, është gjithashtu personi vetëm që e njeh forcën e plotë të tundimit dhe forcën e plotë të mëkatit. Ai është personi më realist. Edhe ai thotë shumë mirë atëherë. Gjëja kryesore që ne mësojmë, cila është gjëja kryesore që mësojmë? Ai thotë përpjekja serioze për të praktikuar jetën e krishterë është që ne kuptojmë një gjë, çfarë? Ne dështojmë. Pa frymën e shenjtë. Dhe për ta përmbledhur përpara se të kalojmë tek zbatimi praktik. Vini re rrëfimin e plot aksiomatik që ne duhet të kuptojmë vazhdimisht. Pra, një gjë që ne duhet ta kuptojmë në jetën tonë të përditshme. Ne nuk mund t'i bindemi Perëndis në veten tonë, sa do të përpiqemi fort dhe me gjithë forcat tona. Faji nuk e ka ligji i Perëndis, as rrethanat, por jemi ne, mëkati që vazhdon të mbetet brenda nesh. Edhe një herë, më i madh për ne është brenda nesh dhe jo jashtë nesh. Pra kjo është çfarë mësojmë neve nga Romakëve 7:14 dhe 25. Zbatojmë këtë. Pyetja që shtrohet është, më lejoni 5 minuta që të flasim për zbatimin edhe do të kalojmë tek darka e Zotit. Pyetja që shtrohet është kështu: ku ta gjejmë kurajon të hetojmë më thellë veten dhe të jemi më të sinqertë dhe të rrëfejmë mëkatet tona që të përjetojmë gëzimin e Perëndisë që folëm në fillim fare. Gëzimin e Perëndisë dhe gëzimin me njëri tjetrin. Vini re këtë gjë, rritja e përjetësirit të Perëndisë
na jep neve më shumë e përjetojmë hirin e Perëndisë, më shumë na jep neve kurajo në fakt të hetojmë më thellë veten tonë, të jemi më të sinqertë të rrëfejmë mëkatet tona. Por nga ana tjetër, më të sinqertë jemi me veten tonë, më shumë e rrëfejmë mëkatin tonë. Dini çfarë? Na ndërmon neve që të përjetojmë më thellë dhe më shumë hirin e Zotit, më shumë e njohim Perëndinë dhe bashkësinë tonë me Perëndinë. Pra, vini re, ku e gjejmë kurajon që të rrëfejmë mëkatin? Zimin të shikojmë veten në pasqyrë, të shikojmë se si jemi, çfarë kërkon Perëndia. Në fakt asnjëri nga ne si ajo smundja që ne duam që ta heqim sa më shumë nga mendja jonë, nuk duam të flasim për të dhe nuk duam të jemi rehat dhe nuk ndjehemi mirë, apo jo? Por ne marrim kurajon nga Ungjilli. Rritja në hirin e Ungjillit, pra duke kuptuar më mirë Ungjillin, na jep neve kurajon dhe guximin të bëhemi më të ndershëm, më të sinqertë në hetimin e vetes dhe në rrëfimin e mëkatit. Dhe këtë bën apostulli Paul. Mbani mend që apostulli Paul shpenzoi Romakëve 5, Romakëve 6 dhe pjesën e parë të kapitullit 7 duke na shpjeguar Ungjillin. Dhe çfarë ka bërë apostulli Paul? Ka soditur lavdinë e Perëndisë, ka soditur dashurinë e Perëndisë, ka soditur lirinë që vjen nga Ungjilli. A besojmë neve Ungjillin? Pra gjithë çështja është a besojmë neve Ungjillin. Romakëve 5 deri 1 deri 11 çfarë thotë? Secili prej jush, në qoftë se ju keni besuar në Krishtin ju jeni drejt, jeni shenjtor, plotësisht i shenjtë, pa mëkat, pa asnjë lloj gjëje. A e besoni ju këtë? Dhe në qoftë se ne besojmë në Krishtin, që jemi plotësisht të shenjtë në Krishtin, jo në veten tonë. Ne jemi në Krishtin, nuk jemi në veten tonë. Jemi plotësisht të shenjtë, plotësisht të drejtë përpara Perëndisë. Dhe Perëndia do na dojë neve pritësisht me dashurinë e Tij. Nëse ne dim që nuk ka asnjë dënim për ne, edhe po ta rrëfejmë mëkatin ton, Perëndia nuk do të na dënojë neve, por ai në fakt thotë çfarë thotë? Ai është besnik, edhe i drejtë, do të na falë dhe do na pastrojë nga çdo mëkat. Në fakt ai na ka falur. Kur thotë do të na falë, do thotë do ta përjetojmë faljen e Tij, do përjetojmë bashkësinë e faljes. Pra pse duhet kemi frikë ta rrëfejmë mëkatin? Pse duhet ta fshejmë mëkatin? Mëkati është shlyer plotësisht. Ne jemi plotësisht të drejtë, ne jemi plotësisht të shenjtë, Perëndia na do neve. Jo sepse jemi të mirë. Ai na deshë kur ne ishim mëkatar. Pse mos rrëfejmë mëkatin? Rrëfimi i mëkatit nuk ndryshon marrëdhënien tonë me Perëndinë. Në fakt na afron me Perëndinë, na bën neve që të përjetojmë më shumë gëzimin e Perëndisë. Na bën më shumë, madje kur rrëfejmë mëkatin, do të ndryshojë marrëdhënia bashkëshorte, do të ndryshojë marrëdhënia prind-fëmijë, do të ndryshojnë të gjitha marrëdhëniet kur ne rrëfejmë mëkatin, do të shërohet marrëdhëniet. Shërohet marrëdhënia me Perëndinë, me njëri tjetrin, me çfarëdo lloj marrëdhënie. Pse kemi vështirë pranojmë të rrëfejmë mëkatin? Sepse mbase nuk e kemi kuptuar Ungjillin. Bibla thotë që rrëfej dhe mos e fshi mëkatin. Pra, përjetimi i hirit gjithmonë më shumë, rrëfimi i mëkatit sa më shumë, përjetojmë hirin e Perëndisë, hiri na bën të kemi më shumë guxim të ndajmë ose të rrëfejmë mëkatet tona. Por më lejoni të them edhe diçka tjetër. A e kemi kuptuar ne domethënien e kryqit me që shkojmë te darka e Zotit? Çfarë tregon në fakt kryqi? Kryqi tregon që ne jemi aq të këqij, aq të ligjë, ne jemi aq mëkatar, sa u desh biri i Perëndisë, Perëndia vetë të vinte të shlyente mëkatet tona në kryq, sepse askush tjetër nuk mund të shlyente mëkatin ton. Mëkatin, kur ne shikojmë kryqin, ne në fakt shikojmë mëkatin ton. Shikojmë shenjtërinë e Perëndisë. Edhe më lejoni të them një gjë tjetër. Në kryq, e dini çfarë? Në kryq kemi kryer mëkatin më të madh të mundshëm që ne mund të kryejmë. Edhe mëkatin që ne kemi bërë në kryq, që ka shkaktuar kryqin, nuk mund të ketë mëkat më të madh se sa kryqi. Pse? Të bëj një pyetje. Pse është biri i Perëndisë, biri i përjetshëm i Perëndisë i gozhduar në kryq? Kush e gozhdoi në kryq? Mëkatet tona, ne. Edhe çfarë bëri Perëndia? Si tha mëkatar, tha nuk do t'ju falju kurrë këtë gjë kaq të rëndë që ju keni bërë ndaj meje. Biri tha, o atë tha fali, tha se nuk din çfarë bëjnë. Pra ideja është kjo, në qoftë se Perëndia na ka falur neve për mëkatin më të rëndë të mundshëm që ne kemi bërë, ne kemi vrarë birin e Perëndisë në kryq. A ka ndonjë mëkat tjetër që Perëndia nuk do të na falte neve?
Sepse s'ka mëkat më të rëndë se sa të kryqëzosh birin e Perëndisë në kryq. Nëse Perëndia na ka falur ne për atë, gjitha mëkatet e tjera janë asnjë lloj gjëje. Prandaj nuk ka mëkat që Perëndia nuk mund të falë, dhe nuk ka mëkat që Perëndia nuk mund të ndryshojë. Është vëllezër dhe motra, kur do ta fillojmë ta marrim seriozisht mëkatin ton përpara Perëndisë? Përpara njëri tjetrit. Kur do të fillojmë ta rrëfejmë atë praktikisht? Feni, nuk e di, nuk po them që s'po rrëfeni. Duke filluar në veten time. Ne mendojmë se duke fshehur mëkatin ndaj bashkëshortes, do të jetë më mirë, apo bashkëshortja ndaj bashkëshortit, apo fëmia ndaj prindrit, apo prindi ndaj, apo në gjitha marrëdhëniet. Në fakt Bibla thotë jo. Rrëfimi i mëkatit përpara Perëndisë, rrëfimi ndaj njëri tjetrit, shëron marrëdhëniet, siç thot Jakobi 5:16. Rrëfeni mëkatin njëri tjetrit dhe do të çfarë? Shëroheni. Vëllezër dhe motra, a doni bashkësi me Perëndin? Pranoni mëkatin tuaj përpara Perëndisë. Le ta pranojmë mëkatin tonë përpara Perëndisë. Le ta bëjmë rrëfimin e mëkatit të përditshëm përpara Perëndisë. Dhe në këtë mënyrë ne do të përjetojmë hirin e Tij, faljen e Tij çdo ditë, bashkësinë me Perëndin. Bashkësinë me njëri tjetrin, do të përjetojmë gjitha ato çfarë bëre. Dhe më lejon fundit, ne asnjëherë nuk do vim në jetën tonë kur do të themi që nuk ka asnjë mëkat në jetën tonë, ne do të jemi në betejë të vazhdueshme me mëkatin. Më shumë shenjtërohemi, çfarë ndodh? Më e fortë do bëhet betejë me mëkatin. E dini çfarë? Le të themi diçka tjetër. Më shumë shenjtërohemi, e dini çfarë do ndodh? Më pak të shenjtë do të ndjehemi. Më shumë mëkatar do të ndjehemi. Është e kundërta asaj që ne mendojmë. Le lutemi së bashku. O Ati dashur, ne të falenderojmë për këtë kohë së bashku në fjalën tënde, në ndihmo Zot të shikojmë që ne pa Krishtin jemi asgjë. Në ndihmo Zot të jetojmë për Ty dhe për lavdinë tënde. Amen.